Tek e fundit ne jemi të zgjedhur të tyre, ne jemi shërbëtor në kuptimin e shërbimit, sepse kur je i zgjedhur, dikush zgjedh me shërby dikujt. Edhe në këtë rast unë si një i zgjedhur i tyne, unë kam për obligim vetëm një shërby atyne. Thona, tash që je deputet që sa kohë, a mon kësi farë zyrtariteti, kështu pak ma zyrtar, ka herë me këta njerës që rritë dur ty në po flasë, a ki që to pak, a je ma zyrtar? Jo, mas paku, për kundrazi, jam prej atyne që kam thjesht, jam kanë aj që më njohin. Pjesa e përgjithësisë publike në kuvend, më takon në kuvend, më takon atje ku unë e bëj. Dërsa këtë pjesën tjetër, unë takuam më së cilin, pi kafe më cilin, përveç familjes që nuk diskutohet, që unë jam akoma ma i thjesht se sa që unë e kam qenë, unë jam edhe me të tjerë, tash që i thjesht. Tash njerëz që nuk ka ndaj simpati ndaj meje, mund edhe të më paragjykojnë si men e madh, po ata që njohin ata e dinë që unë jam shumë i qasshëm, shumë i afërt, shumë i buzëqeshëm, domethënë nuk e duket pjesën formale, më thon drejt e urrej shumë, nëse edhe mu dikush më trajton në atë formën që jam sepse tek e fundit ne jemi të zgjedhur të tyre, ne jemi shërbëtor në kuptimin e shërbimit, sepse kur je i zgjedhur, dikush zgjedh me shërby dikujt. Edhe në këtë rast unë si një i zgjedhur i tyne, unë kam për obligim vetëm një shërby atyne. Dhe nuk është në rregull nëse unë me zgjedh dikush dhe unë dal në një pozicion ku unë dal më superior se ata, sepse pastaj kush mundet me të besu ty që je vërtet i zgjedhur në tyne dhe që ju shërben. Apo ke shkuptuar që kjo relacion veton, për shembull se realisht, më fal, deputeti, këtë rast, pozicionin që jeni ju për shembull, ka ardhur aty me votën tëmë dhe qytetarëve. Na të kemi ngritë në çat pozicion. Atëherë, a i shdash ti me një farë deputet në përgjithësi? A duhet me një farë lloj përullje mos sillen ndaj këtyne qytetarëve? Absolutisht. Edhe shërptori tyne gjysheve. Po jo ky pozicioni tash më ngritë me kriju distancë shumë të lartë sa mos më pa me votuesin ose mos më pa me qytetarin i cili në fakt ka provuar ty ku je. Janë dy çështje këtu. E para, ki për obligim të qenë profesionist i mirë, sepse ki moni detyrë për me bë një punë profesionale. Të qenëri deputet është pozita shejt, është pozita ma ndershme që ndodh me një shoqëni, sepse të zgjedhin njerëz për me bë punë të mira për ta, me nxjerr ligje të mira, me përcjell institucionet, me përcjell qeverinë, me përcjell padrejtësitë që ndodhin. Edhe kjo është pjesë që ti duhesh me zotnu fillimisht pjesën profesionale, sepse mund ndodh me qenë i thjesht, edhe me u kamuflu, mu më shef këtë anën që se ki profesionale, edhe mandej me u dok shumë i afërt, shumë i edhe pastaj përfundimi është shumë i keq i këtij personi. Por unë mendoj që fillimisht një deputet i zgjedhur i duhet pjesa profesionale. I duhet me ditë se pse është deputet, pse është i zgjedhur, kur këtë pjesë zotnon mirë. Pastaj kjo pjesa e të qenurit i afërt me njerëz, i thjesht me njerëz, është shumë e lehtë për me vepru. Ka ndodhur kur njerëz edhe ta kanë këtë shpërdorur një gjë tillë. Shumë shpesh njerëz për mu bë transishëm janë tërhekum prej opinionit, janë të paarritshëm. Nuk japin telefonat, nuk nalen, nuk kanë çasje, edhe bëhen temë sepse për ta vetëm i taku ata njerëz duket që kim rri qëllimin.